Drita e diellit që uran nga dritarët sikur ja shtoi edhe më shumë madhështinë. Në Institutin e Historisë Ali Hadri në Prishtinë, të mërkurën u prezantuan plot 24 titoj të ri të botimeve shkencore që në to u punua qysht nga prilli 2025-ës. Secila nga to flet për një periudhë të caktuar të Kosovës që nga antikiteti e deri te shpallja e pavarësisë. Ky vëllim analizon dimensionet politike, shoqërore dhe organizative të qendresës duke ofruar një kontribut të rëndësishëm për kuptimin e proceseve që quan drejt çlirimit. Edhe biri akademikut, emrin e të cilit bart instituti, i vlerëson pozitivisht këto punime shkencore. Institucioni ynë ka realizuar edhe botime me punime të përmbledhura, duke përfshirë studime historike për Kosovën me autor punonjësin dhe ish drejtorin shumë vjeçar të institutit, profesorin e nderuar Femire Xhepi. Edhe një profesor tjetër tha se autorët qëllim patën për mbushjen e boshllokut historik. Janë trajtuar tema si prejardhja e popullit të Kosovës, sundimi romak, bizantim, pastaj i bulgar, slav, si dhe vërshimet e para osmane në këto anë. Me interes janë edhe detajt e ofruar mbi pushtimet bullgare të realizuar në këto anë, në drejtimin e Simeonit si dhe Samuilit. Në këtë ngjarje u botua edhe numri 50 i revistës shkencore Kosova. Krejt librat u tha se do të mundsojnë studiuesve të rinj njohjen e Kosovës dhe zhvillimin e saj nëpër periudha të ndryshme.